Kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri vijon takimet. Ajo është takuar së fundmi edhe me pensionistë të Vlorës, ku ka shpërndar atyre programin e Partisë Socialiste dhe programin e saj personal. Çakëri u ka thënë pensionistëve se vetmja zgjedhje është numri 5 në fletën e votimit dhe e Partinë Socialiste dhe Edi Ramën për një të ardhme drejt Bashkimit Evropian në vitin 2030. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri është takuar edhe me qytetarët, ku sipas saj, ky është turi i takimeve der më der pranë njerëzve të thjeshtë çdo ditë. Dëgjojmë zërin e tyre, ndajmë shqetësime dhe ndërtojmë rrugën drejt Bashkimit Evropian, thot Çakëri, duke i ftuar banorët të votojnë Partinë Socialiste dhe atë personalisht. Po ashtu, kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës Briseida Çakëri vijon takimet me sipërmarrësit. Ajo ka vizituar së fundmi një biznes që cilëson si një sipërmarrje moderne, themeluar në vitin 2006 dhe që prodhon çanta letre. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës, edhe në një takim me gratë, kërkoi votën për Partinë Socialiste dhe Edi Ramën, pasi sipas saj, roli gruas është rritur në këto vite në drejtimin e Shqipërisë nga Edi Rama. Pasi sipas saj, me votën për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, i bën shërbimin e duhur Shqipërisë dhe Vlorës. Jam shumë e lumtur të jem përpara jush. Visi akademike, vajzë e Vlorës, por mbi të gjitha si një socialiste në gjenezë. Roli dhe fuqizimi i gruas ka ndodhur sikur më parë. Dhe ne jemi fakti dhe dëshmia. Kur një grua ngrihet një familje, kur një grua ecën përpara, ecën një shoqëri e tërë. Të votosh në 11 maj për numrin 5 do të thotë të duash vendin tënd, të duash Shqipërinë, të duash Vlorën.